Po ndodh diçka interesante në botën e makinave dhe teknologjisë. Apple po punon që CarPlay të punojë me inteligjencë artificiale si ChatGPT-ja. Me pak fjalë, makina mund të fillojë të flasë me më zgjuarsi se kurrë më parë. Pse ka rëndësi kjo? Sepse sot, kur je në makinë, je i kufizuar te Siri. Muzikë, mesazhe, navigim dhe kaq. Mirë, funksionon, po nuk është ndonjë gjë wow. Tani imagjino të pyesësh makinën ku hahet mirë këtu afër, dhe të marrësh përgjigje reale të arsyetuara, jo vetëm një listë restorantesh. Sipas Bloomberg, Apple po teston mënyra për të vendosur aplikacione chatbotësh direkt në CarPlay. Kjo do thotë që në makinë mund të hyjnë edhe Gemini i Google-it, Claude apo ChatGPT-ja. Po, komplet panel ekspertësh në timon. Dhe jo vetëm kaq, versioni i ri CarPlay Ultra futet edhe në ekranin kryesor dhe në panelin përpara shoferit, duke kontrolluar disa funksione të makinës, si për shembull kondicionerin. Këtu lind dilema, apo rrezikon Apple ta lërë Siri në sëndiljen e pasme? Për ne, ky është super lajm. Më pak klikime, më shumë bisedë dhe më pak stres në trafik. Pra po, shumë shpejt mund të jesh në trafik, por të paktën do kesh me këtë flasësh. Dhe këtë herë ai dikush të kupton vërtet.